Limi merr një rol aktiv brenda shtëpisë dhe vendos të angazhojë banorët për një detyrë të rëndësishme, pastrimin e shtëpisë. Ai fillon duke folur me ton të qeshur dhe motivues, duke thënë se nuk është koha të bëhen shul dhe se secili duhet të japë kontributin e tij. Ai inkurajon të gjithë të bashkohen dhe t'i japin shtëpisë një pamje më të pastër dhe të rregullt, duke shtuar se puna e përbashkët gjithmonë e bën gjithçka më të lehtë dhe më argëtuese. Limi ecën nga dhoma në dhomë dhe bisedon me secilin banor, duke u kujtuar që secili ka një përgjegjësi dhe se askush nuk duhet të qëndrojë pasiv. Ai përdor një ton të lehtë, por edhe pak të autoritar, duke thënë se nuk ka kuptim të presin dikë tjetër të pastrojë për ta dhe se të gjithë duhet të kontribuojnë. Banorët fillojnë të reagojnë, disa duke qeshur dhe duke bërë shaka për mënyrën se si do ta pastrojnë shtëpinë, ndërsa të tjerët marrin detyrat më seriozisht, duke marrë nga një zonë e caktuar për të filluar punën. Ndërkohë, Limi shkon afër grupit dhe fillon të ndajë detyrat me kujdes, duke u siguruar që secili të ketë diçka për të bërë. Ai I kujton banorët që pastrimi nuk është vetëm për pamjen, por edhe për të mbajtur harmoninë në shtëpi dhe për të ndjerë një ambient më të këndshëm për të gjithë. Banorët fillojnë të pastrojnë, duke kaluar nga dhoma në dhomë, duke larë dyshemet, rregulluar gjërat e shpërndara dhe duke përmirësuar pamjen e përgjithshme të shtëpisë. Limi gjatë gjithë kohës inkurajon, qesh dhe bën shaka me banorët, duke krijuar një atmosferë bashkëpunimi dhe pak garë të shëndetshme mes tyre. Ai u thotë që pastrimi mund të jetë argëtues dhe jo diçka e detyruar, duke treguar shembuj se si edhe ai vetë po jep maksimumin për të bërë ambientin më të pastër. Banorët fillojnë të ndihen më të motivuar, duke ndarë përgjegjësi dhe duke e bërë punën më të lehtë. Pas disa minutash, puna vazhdon me energji dhe Limi vazhdon të udhëheqë grupin, duke monitoruar që çdo gjë të bëhet si duhet, duke komentuar dhe ke nxitur të gjithë që të mos ndalen derisa shtëpia të duket perfekte. Ai kujton gjithashtu se puna e përbashkët krijon lidhje më të forta mes banorëve dhe se duke pastruar së bashku ata mësojnë të bashkëpunojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin. Në këtë mënyrë, të gjithë banorët përfshihen në aktivitet, duke u ndjerë të angazhuar dhe pjesëmarrës, dhe Limi arrin të krijojë një situatë ku pastrimi nuk është vetëm një detyrë, por edhe një aktivitet që I afron më shumë banorët dhe I bën ata të ndihen pjesë e një grupi të bashkuar brenda Big Brother. Ky aktivitet I përbashkët zgjon qeshje, debate të lehta dhe energji pozitive që mbahen gjatë gjithë kohës dhe I jep shikuesit një pamje të plotë të dinamikës së banorëve.